Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mbrëmjen e 20 dhjetorit ka shtruar darkën e Lamës, e nga ku ka publikuar fotografi, duke thënë se nga toka nis gjithçka, jeta, bereqeti dhe begatia. Mes të tjerash, presidentja thotë se darka e Lamës është nisma e ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe kjo është kujtesa e lidhjes me rrënjët e me tokën. Nga toka fillon gjithçka, jeta, bereqeti dhe begatia, bashkë me miq, aleat, përfaqësues të jetës institucionale e shoqërore, në darkën e Lamës, shpreha falenderimin dhe mirënjohjen time të thellë për secilin prej atyre që e mbajnë këtë vend gjallë dhe krenar çdo ditë. Kjo darkë e Lamës, e cila është nisë me presidentit historik të Kosovës, doktor Ibrahim Rugova, është kujtesë e lidhjes sonë me rrënjët, me tokën që na mban e na ushqen, me traditën që na mëson të jemi mirënjohës, ka shkruar Osmani. Ibrahim Rugova, te varit pandere, i te diaspora, nuk të zvepra jote, Ibrahim Rugova, president Rugova. Gjdo grusht drithi, gjdo shport me moll, gjdo hardhi rushi është një gur mbi themelin e shtetit tonë, shtetit që ndërtohet mbi punën e ndershme dhe mbi respektin për tokën që na ushqen. Darka e Lamës është një festë mirënjohjes ndaj punëtorit, fermerit, ndaj begatisë, ndaj natyrës që na fal dhe ndaj Zotit që na jap këtë bekim. Zoti dhasht bereqet për të gjithë ju, për Kosovën tonë të dashur dhe për aleatët tonë. Gëzuar darkën e Lamës, Zoti e bekoft tokën e Kosovës. Ju falenderoj. E një moment i veçantë në darkën e Lamës që u mbajt mbrëmjen e së njëjtës, organizuar nga presidentja e vendit, ishte pikërisht vallëzimi i Osmanit me djaloshin me sindrom Down, Dionis Ferataj, i cili po ashtu ishte i ftuar së bashku me ambasador të huaj të akredituar në vend, komandantin e KFOR-it Ozgan Ultash, familjar të policit të rënë detyrë në Banjska Frim Bunjaku e përfaqësues të tjerë institucional në Kosovë.